Të nderuar televizionistë, përshëndetje, unë jam Flutur Akasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim me zhvillimet e ditës. Prokuroria e posaçme ka përfunduar 34 kontrolle ndaj njerëzve të besuar të zëvendës kryeministres Belinda Balluku në kuadër të hetimeve për dosjen ku ajo është nën akuzë. Në fokus të hetimeve ka qenë shefja e kabinetit Balluku, Cindi Dushku, si dhe biznesmenët Ilir Shtufi dhe Rok Gjoka. Kontrollet janë kryer edhe te zyrtarët e ARSH-s dhe Kesh, ndërsa SPAK kërkon heqjen e imunitetit dhe arrestimin e Ballukut. Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka intensifikuar hetimet për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në kuadër të këtij procesi, oficerët e BK-s dhe prokurorët kanë kryer 34 kontrolle të plota ndaj personave të afërt me Ballukun, përfshirë Cindi Dushkun, shefin e kabinetit të saj, si dhe banesat dhe bizneset e dy biznesmenëve të përfshirë në hetime, Ilir Shtufin dhe Rok Gjoka. Hetimet kanë përfshirë gjithashtu kontrollin në banesat e zyrtarëve të mëparshëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe kompanive në varësi të saj, përfshirë Viola Haxhi Demin, ish sekretare e përgjithshme e Ministrisë dhe aktualisht drejtori i Keshit, Gentian Gjylin, ish drejtori i ARSH-s dhe Eral Telezin, ish drejtori i Keshit, të cilët ndodhen në masa sigurie. SPAK synon të paraqisë prova të reja në kuvent për heqjen e imunitetit dhe autorizimin për arrestimin e Ballukut, por majoranca socialiste ka refuzuar dhënien e lejes, ndërsa kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të ndërmarrë hapa pa vendimin e gjykatës kushtetuese me 22 janar. Hetimet vijojnë intensivisht, ndërsa kontrollimet e fundit tregojnë përfshirjen e një rrjeti të gjerë personazh dhe interesash të lidhura me zëvendës kryeministren. Kongresi i Shteteve të Bashkuara ka publikuar një raport të ri për Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor, duke cilësuar rajonin të rëndësishëm për paqen dhe stabilitetin e Europës. Raporti nënvizon se korrupsioni, papunësia dhe emigrimi të rive mbetet sfidat kryesore për zhvillimin ekonomik dhe demokratik. Gjithashtu, varësia nga burimet energjetike ruse dhe ndikimi i Kinës paraqesin kërcënime për integrimin institucional si dhe për aspiratat për integrimin evropian. Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka publikuar një raport të ri për Shqipërinë dhe vendet e tjera të Ballkanit Perëndimor. Sipas raportit të publikuar, Ballkani Perëndimor ka shënuar përparim në disa fusha, veçanërisht në forcimin e institucioneve dhe përfshirjen e të rive në procese demokratike. Megjithatë, papunësia dhe varfëria mbeten më të larta krahasuar me vendet e Bashkimit Evropian, ndërsa imigrimi i të rive po dëmton strukturën demografike dhe po shkakton rënje të popullsisë në të 7 vendet e rajonit. Raporti vëren se ky fenomen rrit sfidat për zhvillimin ekonomik dhe forcimin e stabilitetit politik. Një shqetësim i madh mbetet korrupsioni, që sipas Kongresit Amerikan është i përhapur në të gjitha nivelet e qeverisë dhe përfshin edhe udhëheqës të lartë politik. Ky fenomen përbën një pengesë të madhe për zhvillimin e qëndrueshmërisë dhe ka ndikim negativisht në besueshmërinë e institucioneve. Raporti nënvizon gjithashtu se dezinformimi dhe cënueshmëria e teknologjisë së informacionit rrisin rreziqet për proceset zgjedhore dhe integritetin institucional, duke e bërë domosdoshëm investimin në siguri kibernetike si prioritet kombëtar. Nga perspektiva geopolitike, varësia e rajonit nga energjia ruse pengon aspiratat për integrim në Bashkimin Evropian dhe thekson nevojën për diversifikim të burimeve energjetike. Ndërkohë, ndikimi i Kinës në rajon shihet si i dëmshëm për procesin demokratik dhe në avancimin e integrimit evropian. Kongresi Amerikan thekson se ulja e kësaj varësie dhe përmirësimi i klimës demokratike dhe ekonomike janë të domosdoshme për stabilitetin afatgjatë të Ballkanit Perëndimor dhe për ruajtjen e interesave strategjike të SBA-ve në rajon. Raporti gjithashtu rekomandon mbështetje më të fortë për projektet të rive, nxitjen e sipërmarrjes dhe forcimin e institucioneve antikorrupsion për të adresuar sfidat që pengojnë zhvillimin ekonomik dhe demokratik. Sipas dokumentit, vetëm një angazhim i qëndrueshëm dhe koordinim rajonal mund të sigurojë paqe, stabilitet dhe prosperitet në Ballkanin Perëndimor. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar në rrjetet sociale për paqen fiskale. Ajo kërkon nga Ministria e Financave publikimin e listës së përfituesve. Tabaku thekson se sekreti tatimor nuk mund të fshehë të vërtetën. Deputetja Jorida Tabaku riktheu në vëmendje paqen fiskale, një nismë që lejon negocimin e fitimeve mes biznesit dhe
administratës tatimore. Në një postim në rrjetet sociale ajo shprehet se ministri i Financave premtoi publikisht publikimin e listës së përfituesve, por kjo ende nuk ka ndodhur. Fundi i vitit po vjen dhe Ministria e Financave ende nuk ka kthyer përgjigje për përfituesit e amnistisë fiskale. Ky është një precedent i qartë dhe pa ekuivok. Sekreti tatimor nuk mund të përdoret për të fshehur të vërtetën. Shqiptarët kanë të drejtë të dinë kush përfiton nga amnistia fiskale, sidomos sot kur kemi parë se si politika shtetërore është drejtuar në hije larg institucioneve nga zyra private dhe interesa të errta. Transparenca nuk është zgjidhje, është detyrim. Tabaku shpjegon gjithashtu mënyrën se si funksionon nisma. Bizneset mund të korrigjojnë pasqyra financiare të 5 viteve të mëparshme dhe të paguajnë tatim të ulët për përfitime shtesë. Për shembull, një kompani që deklaroi 200.000 euro të ardhura mund të rrisë deklarimet deri në 60.000 euro dhe të paguajë vetëm 5% tatim nga 15 që është norma aktuale. Deputeti ja thekson se transparenca nuk është zgjidhje për detyrim, sidomos kur politikat duket se operon larg institucioneve dhe interesa të errta ndikojnë në vendimarrje. Tabaku kërkon që qytetarët të dinë me saktësi kush përfiton nga amnistia fiskale, duke i dhënë një mesazh të qartë qeverisë për nevojën e publikimit të dhënave. Kryeinspektori, bashkë me inspektorët e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit në Sarandë do të përballën në gjyq për shpërdorim detyre pasi lejuan ndërtimin pa leje në zonën Kanali i Vivarit në Ksamil. Përveç tyre, në gjykatë është përfshirë edhe Resul Piro, i akuzuar për ndërtim palishëm dhe shkelje të ligjit për tokën dhe mjedisin. Prokuroria e Sarandës ka dërguar për gjykim kryeinspektorin e Inspektoriatit Vendor të Mbrojtjes së Territorit, 3 inspektorë dhe një person tjetër për një ndërtim të palishëm në Ksamil në vendin e quajtur Kanali i Vivarit, e cila është edhe zonë mbrojtur dhe ka statusin monument të natyre. Kryeinspektori Artur Musa dhe inspektori Vangjel Xhavara, Erton Zekaj dhe Besim Koçi nuk kanë ndjekur procedurat ligjore për konstatimin e plotë të punimeve dhe nuk kanë vendosur masën administrative të parashikuar që do të ishte një ndaj Resul Piros dhe subjektit të tij. Resul Piro, i cili ka zhvilluar punime pa autorizim, akuzohet për ndërtim të palishëm, shpërdorim të tokës dhe dëmtim të habitateve në zonat e mbrojtura mjedisore. Punimet u kryen pa marrë leje nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit dhe pa kontratë me Agjencinë Kombëtare të Bregdetit, duke shkelur rregullat e mbrojtjes së mjedisit dhe monumenteve natyrore të Ksamilit. Dosja tashmë është kaluar për gjykim ku autorët e dyshuar do të përballen me drejtësinë përgjegjësitë e tyre. Ky rast ngrihet shqetësime për efektin që mund të kenë shkelje të tilla ndaj zonave të mbrojtura në Bregdetin shqiptar, ndërsa ekspertët mjedisor theksojnë nevojën për një mbikëqyrje më të rreptë të punimeve dhe procedurave ligjore në të ardhmen. Një zjarr i përmasave të mëdha përfshiu disa autobusë urban të dalë nga përdorimi në zonën e sektorit Nia në Durrës. Flakët u përhapën me shpejtësi duke i shkrumbuar pothuajse plotësisht mjetet dhe duke mbuluar zonën me tym të zi. Shkaqet e zjarrit mbeten ende të paqarta ndërsa policia ka nisur hetimet. Disa autobusë urban të vjetër të parkuar në zonën e sektorit Nias në qytetin e Durrësit u përfshin nga flakët mes ditën e së shtunës. Zjarri shpërtheu rreth orës 13:45 dhe për shkak se mjetet ndodheshin të parkuara shumë pranë njëra tjetrës, flakët u përhapën me shpejtësi, duke i përfshirë një nga një dhe duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Brenda pak minutash autobusët u shkrumbuan pothuajse tërësisht, ndërsa e gjithë zona u mbulua nga tymi i dendur i zi, i cili u pa edhe nga larg. Situata shkaktoi shqetësim të banorëve dhe drejtuesit e mjeteve që lëvizin në zonë, ndërsa përkohësisht u vështërsua dhe qarkullimi. Sipas burimeve paraprake, autobusët kishin dalë prej kohësh nga përdorimi dhe ishin vendosur në këtë zonë, e cila shërben si vend parkimi dhe për mjetet e tjera të tonazhit të rënd. Ende nuk dihet nëse zjarri ka qenë i qëllimshëm apo ka ardhur si pasojë ndonjë shkaku teknik apo ambiental. Në vendngjarje mbërritën menjëherë disa mjete zjarr fikse, të cilat ndërhyn me shpejtësi për izolimin e flakëve. Pas disa minutash ndërhyrje intensive me ujë, zjarri u vënë në kontroll duke parandaluar përhapjen e tij drejt mjeteve të tjera të parkuara në afërsi. Ndërkohë, forca të shumta policie ndodhen në zonë edhe ka nisur hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes, si dhe për caktimin e shkaqeve që çuan në rrënjën e zjarrit. Policia ndaloi një 44 vjeçar që kryente punime pa leje në urën e Vashës në Klos, monumenti mbrojtur kulture. Objekti nuk ishte leje nga autoritetet përkatëse, por i akuzuar i kishte nisur punimet pa marrë miratimin zyrtar. Ai do të përballet me akuza për shkatërrim të veprave kulturore dhe ndërtim të palishëm.
Një 44 vjeçar nga fshat Medicina është arrestuar nga policia pasi u kap duke kryer punime pa leje në urën e Vashës, një monument i mbrojtur kulturor në Klos. Sipas informacioneve, ndërhyrja e tij në strukturën historike ishte e dukshme dhe e konsiderueshme duke rrezikuar stabilitetin dhe integritetin e urës. Policia shpërndau pamje që dokumentojnë qartë veprimet palishme të 44 vjeçarit, të cilën përfshin ndërhyrje në pjesë të rëndësishme të strukturës. Materialet e mbledhura procedurale ju referuan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit përgjithshëm Dibër, ku i arrestuari do të përballet me akuzën shkatrimi veprave kulturore dhe ndërtimi palishëm. Autoritetet lokale dhe forcat e policisë bën me dije se kontrollet në të gjithë zonën për monitorimin e ndërhyrjeve të palishme do të intensifikohen me qëllim parandalimin e dëmeve ndaj monumenteve kulturore. Ky rast vjen si një paralajmërim për çdo qytetar që mund të tentojë ndërhyrje të tilla pa leje, duke theksuar rëndësinë e respektimit të ligjit për ruajtjen e trashëgimisë historike dhe arkitekturore të vendit. Policia e Vlorës ka sekuestruar 179 fishek zjarre të mbajtura për tregtim në kundërshtim me ligjin në një aksion të zhvilluar nga krimi ekonomik. Materialet janë referuar në prokurori dhe ndaj një 31 vjeçari është nisur procedimi penal. Kontrolli për parandalimin e tregtimit të lëndëve piroteknike do të vijojë në të gjithë qarkun për të garantuar sigurinë gjatë festave të fundvitit. Në prag të festave të fundvitit, policia e Vlorës ka intensifikuar kontrolle për ndalimin e tregtimit të kontralishëm të lëndëve piroteknike gjatë një aksioni të zhvilluar në lagjen Pavarësia. Specialistët e krimit ekonomik kanë sekuestruar 179 copë fishek zjarre që mbaheshin në kundërshtim me ligjin. Lëndët piroteknike janë marrë si provë materiale dhe materialet janë referuar në prokurori, ku është iniciuar procedimi penal ndaj një 31 vjeçareje. Autoritetet theksuan se ky aksion synon jo vetëm parandalimin e shpërthimeve aksidentale, por edhe mbrojtjen e qytetarëve nga përdorimi i palishëm i fishek zjarreve gjatë ditëve festive. Kontrollet nga policia në Vlorë pritet të vazhdojnë në të gjithë territorin e qarkut me fokus subjekte tregtare që shpërndajnë lëndë piroteknike për të garantuar një sezon festash më të sigurt për të gjithë qytetarët. Festat e fundvitit kanë sjellë rritje të lëvizshme në doganën e Morinos, ku gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë mbi 10.000 qytetarë dhe 4.000 automjete. Fluksi më i madh është regjistruar në dalje, ku 12.601 persona dhe pothuajse 5.000 automjete kanë lënë vendin kryesisht drejt Kosovës. Dogana e Morinës po përballet me një rritje të konsiderueshme të fluksit të qytetarëve gjatë ditëve festive. Sipas të dhënave zyrtare të policisë kufitare, gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në territorin shqiptar 10.648 shtetas dhe mbi 4.000 automjete, ndërsa dalja nga vendi është edhe më e lartë me 12.601 persona dhe 4.976 automjete, duke treguar një lëvizje më të theksuar drejt Kosovës. Autoritetet kanë vënë në dispozicion 12 sportele për hyrje dhe dalje për të përballuar fluksin dhe për të shmangur pritjet e gjata, sidomos gjatë orëve të pasdites dhe mbrëmjes. Burimet zyrtare bëjnë me dije se pjesa më e madhe e qytetarëve që lënë vendin janë emigrant kosovar të ardhur nga Italia, Zvicra dhe Gjermania, të cilët zgjidhin tranzit përmes Shqipërisë për të festuar ndrimin e viteve dhe për të marrë pjesë në zgjedhjet për kuvendin e Kosovës. Policia kufitare thekson se do të vazhdojë monitorimin dhe menaxhimin e fluksit edhe për orët në vijim, duke garantuar qarkullim të sigurt dhe të rregullt për të gjithë qytetarët që kalojnë nëpër këtë pikë kufitare. Kosova zhvillon nesër zgjedhjet e parakohshme parlamentare në një moment kritik për stabilitetin politik dhe ekonomik të vendit, për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë brenda një viti bëhen 3 palë zgjedhje pa arritur ende krijimin e një shumice qeverisëse. Rezultati konsiderohet vendimtar për integrimin evropian dhe raportet me aleatët të ndërkombëtar. Në 2 milion qytetarë me të drejtë vote janë thirrur këtë të diel në Kosovë për të marrë pjesë në zgjedhjet e parakohshme parlamentare, të cilat priten me interes të lartë politik dhe ndërkombëtar. Procesi vjen pas një viti të ngarkuar elektoral dhe institucional, ku vendi ka mbetur pa një qeveri dhe mandat të plotë dhe pa vendimarrje kyçe. Zgjedhjet e 28 dhjetorit janë të tretat brenda këtij viti pas atyre lokale të tetorit dhe parlamentareve të mbajtura në shkurt, të cilat nuk arritën të prodhojnë me shumicë funksionale një situatë të paprecedent që nga shpallja e pavarësisë, e cila i ka kushtuar buxhetit të Kosovës rreth $35 milion dhe ka thelluar pasigurim politike. Megjithatë, skepticizmi mbetet i lartë nëse ky proces do të sjellë një zgjidhje përfundimtare të ngërçet institucional. Kryeministri në detyrë Albin Kurti kërkoi një mandat të tretë të qeverisë dhe synon që përmes vetvendosjes të sigurojë mbi 50% të votave, çka do t'i lejonte krijimin e qeverisë pa partner koalicioni
opozicioni. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës synon rimëkëmbjen politike pas një rezultati zhgënjyes në zgjedhjet lokale, ku humbi disa bastione tradicionale. Dorëheqja e Memli Krasniqit dhe zgjedhja e Bedri Hamzës në krye të partisë shënon një përpjekje për rifreskimin e leadershipit, ndërsa nga Lidhja Demokratike e Kosovës me Lumir Abdixhikun synon postin e kryeministrit. Rol përcaktues në formimin e qeverisë së ardhme pritet të kenë Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma Socialdemokrate, rezultatet e të cilave mund të diskutojnë koalicionet pasgjedhore. Pas zgjedhjeve të shkurtit, partitë opozitare refuzuan bashkëpunimin me Albin Kurtin, duke thelluar më tej bllokadën institucionale. Ngërçi politik do të reflektohet drejt për drejt në ekonomi, pasi mungesa e një shumice parlamentare ka penguar miratimin e buxhetit për vitin e ardhshëm dhe realizimin e projekteve publike. Po ashtu, procesi i integrimit evropian ka mbetur i bllokuar me rreth 900 milionë euro të planit të rritjes së Bashkimit Evropian të ngrirë për Kosovën. Raporti i fundit i progresit vëren mungesë për parimin në reformat kyçe në drejtësinë dhe administratë, ndërsa heqja e plotë e masave ndëshkuese të BE-s mbetet e kushtëzuar nga ulja e tensioneve në veri dhe avancimi i dialogut me Serbinë. Përpasoj, Kosova vazhdon të jetë i vetmi vend në rajon pas statusin e kandidatit për antarësimin dhe Bashkimin Evropian, një realitet që pritet të ndikohet drejt për drejt nga rezultati i këtyre zgjedhjeve. Të nderuar teleshikues, do të jemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për datën 28 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët në pjesën më të madhe të vendit, ndërsa zonat perëndimore do të kenë vranësira të herpashershme. Paraditja do të jetë e kthjellët në zonat veriore dhe lindore, ndërsa pasditja sjell vranësira të lehta në ulësirën perëndimore dhe Bregdet. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 0 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 14 gradë Celsius në zonat bregdetare dhe jugore. Gjatë ditës priten rreth 4 deri në 6 orë me diell në shumicën e territorit. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 4 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën më 28 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë më 28 dhjetor do të jetë rreth orës 7:06 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:19 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë. Shkodër, 5 deri në 12 gradë Celsius. Kukës, 0 deri në 8 gradë Celsius. Peshkopi, 2 deri në 8 gradë Celsius. Tiranë, 7 deri në 12 gradë Celsius. Durrës, 6 deri në 13 gradë Celsius. Kavaj, 4 deri në 12 gradë Celsius. Elbasan, 7 deri në 11 gradë Celsius. Bera, 5 deri në 12 gradë Celsius. Korç, 0 deri në 7 gradë Celsius. Vlorë, 8 deri në 13 gradë Celsius. Gjirokastër, 5 deri në 11 gradë Celsius. Sarand, 7 deri në 14 gradë Celsius. Territori i Kosovës për datën 28 dhjetor 2025 do të jetë në ndikimin e masave ajrore të ftohta, por të qëndrueshme, duke sjellë mot kryesisht të kthjellët. Paraditja do të jetë me temperatura të ulëta dhe diell, ndërsa pasditja vijon me mot të kthjellët në shumicën e qyteteve. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në -3 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 6 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi verilindor me shpejtësi 2 deri në 3 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën më 28 dhjetor 2025 pritet të jetë i ulët rreth 1. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë më 28 dhjetor do të jetë rreth orës 7:05 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 16:09 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovica, -1 deri në 5 gradë Celsius.
Podujev, -3 deri në 2 gradë Celsius. Skënderaj, -3 deri në 3 gradë Celsius. Pej, -1 deri në 6 gradë Celsius. Prishtinë, -3 deri në 3 gradë Celsius. Gjakov, -3 deri në 6 gradë Celsius. Malishev, -3 deri në 4 gradë Celsius. Gjilan, -3 deri në 1 gradë Celsius. Ferizaj, -2 deri në 3 gradë Celsius. Kaçanik, -3 deri në 2 gradë Celsius. Suhare, -1 deri në 5 gradë Celsius. Prizren, -1 deri në 5 gradë Celsius. Ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Për më shumë shpjegime mund të klikoni në faqen tonë zyrtare drita.tv, mund na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Instagram, YouTube, ku jemi me përditësime në çdo kohë. Vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e programacionit Drita. Bashkë minuta kofshim në edicionin e ardhshëm.